qytetarët duhet ta dinë që propozimet të tilla janë tallëse me qytetarët, krijojnë shpresa të rreme. Propozimi ynë është pra që paga minimale për vitin e ardhshëm të bëhet 500 euro, ato sa po bën një tallje me qytetarët. Do të thonë qytetarët duhet ta dinë, sepse ky lajm tash publikohet. Qytetarët duhet ta dinë që kjo nuk do të bëhet paga minimale. Pra edhe këta që votuan për e dinë që kjo s'do të bëhet, sepse kemi të bëjmë me një nivel që është mbi nivelin mesatarës. Pra s'ka ndodhur asku në botë. Kërku në botë s'ka ndodhur një gjë e tillë. Pra vetëm qytetarët duhet ta dinë që propozimet të tilla janë tallëse me qytetarët, krijojnë shpresa të rreme. Propozimi ynë është pra që paga minimale për vitin e ardhshëm të bëhet 500 euro, apo konkretisht 3 euro për orë pune, por gjithsesi në mënyrë që kjo rritje të jetë përballueshme edhe për ndërmarrje dhe të mund të planifikojnë më lehtë për gjatë vitit, rritjen e kemi paraparë të bëhet në 2 faza. Pra ngjashëm siç e kishim si vjet rritjen e pagave në sektorin publik në 2 faza,